Ministre e Punëve të Brendshme Albana Koçiu ka prezantuar kryeinspektorin e ri të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Afrim Qendro, i cili së fundmi ka mbajtur detyrën e prefektit të qarkut të Tiranë, duke zëvendësuar në këtë funksion Dallëndyshe Bicin. Gjatë fjalës së saj, ministra Koçiu shpreh se qendra do të marrë detyrën e drejtuesit të Inspektorit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit, një detyrë e cila në vetvete mbar sfida, por gjithashtu ka një përgjegjësi të madhe sa i përket zbatimit të ligjshmërisë dhe mbrojtjes së territorit. Afrim Qendro do të marrë detyrën e drejtuesit të Inspektoriatit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit. Një detyrë e cila në vetvete mbart sfida, po gjithashtu dhe një përgjegjësi të madhe, sa i përket zbatimit të ligjshmërisë dhe mbrojtjes territorit. Afrimi në fakt vjen nga një eksperiencë e jashtëzakonshme në institucionet publike dhe ka treguar se me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij di të krijojë ekip, skuadër, por edhe të kërkojë detyra të respektohen dhe zbatohen ashtu siç duhet. Kryeinspektori Qendro garantoi angazhimin maksimal për forcimin e kapaciteteve të institucionit, bashkëpunim të ngushtë me struktura vendore dhe qendrore, si dhe transparencë të plotë për ushtrimin e detyrës. Atëherë unë shoh si vlerësim dhe besim të shtuar detyrën e re të rëndësishme që më është ngarkuar. Mendoj që kontrolli mbi territorin për parandalimin e të gjitha shkeleve është shumë i rëndësishëm se sa prishja objekteve pa leje. Natyrisht, puna në ekip e këtij institucioni duhet të jetë e përgjithshme, transparente dhe në funksion të ligjit. Emërimi vjen në një moment kyç për forcimin e rolit të IKMT-s në garantimin e zbatimit të ligjit në territor dhe përballimin me vendosshmëri të çdo paligjshmërie në fushën e ndërtimit dhe administrimit të hapësirës publike.